Nata e 18 e spektaklit Ferma VIP solli emocione të forta, përplasje, rrëfime prekse dhe zhvillime që ndryshuan rrjedhën e lojës drejt finales së madhe. Prime nisi me një lajm të shumë pritur nga të gjithë. Finalja e madhe Ferma VIP 3 do të mbahet më datë 15 qershor. Finalja është në datën 15 qershor. Përveç çmimit të madh, 4 finalistët e tjerë do të shpërblehen me nga 10.000 euro secili. Ndërsa gara u bë edhe më e fortë pas njoftimit se Agai ka fshehur në ferm plot 10.000 euro të tjera të groposura nën tokë. Tashmë ka dhe 10.000 euro nën tokë, të cilat do t'i fitoj ai që i gjen. Një nga momentet që dominoi spektaklin ishte letra e Indrit për Vanesën. Historia e shumë komentuar, e së cilës kishte mbajtur publikun pezull prej ditësh. Aktori konfirmoi fundin e raportit të tyre, duke deklaruar se largësia i kishte bërë më të qarta ndjenjat. Që nuk besoj që historia jon mund të ketë një të ardhme. Rreshtat e lexuara live shkaktuan debate në studio dhe brenda fermës, veçanërisht nga Sara, e cila e cilsoi sjelljen e tij manipuluese dhe të papranueshme. Jeni veli më i ulët. I një mashkulli që duhet të dalë në televizion. Tensioni i televotimit ka mbajtur në ankth gjatë këtyre ditëve 12 fermerët që ishin në nominim. Në fund ishte publiku që vendosi ndërprerjen e rrugëtimit të Blerina Bajkos. Largohet sonte Blerina. Eliminimi i saj surprizoi fermerët, ndërsa largimi pa përshëndetur askënd la pas heshtje dhe reagime të forta brenda fermës. Megjithatë, edhe pse u eliminua 3 javë para finales, pas daljes fermerja e cilsoi këtë eksperiencë si një nga më të bukurat e jetës së saj. Mes debateve dhe tensioneve, spektakli solli edhe një nga momentet më emocionale të këtij sezoni. Inita Gjata preku publikun me rrëfimin për djalin e saj 3 vjeçar, Amon, i diagnostikuar me spektrin autik. Mes lotës Zhaku tregoi sfidat dhe forcën e voglushit, ndërsa një letër nga partneri i saj emocionoi edhe më shumë fermeren. Ndërkohë përplasjet mes Ilirit, Mozës dhe Zhakut sollën edhe masa të forta nga Agai. Moza dhe Zhaku u dënuan tek fakiri për thyerje rregullash dhe mos angazhim në ferm, ndërsa Iliri u izolua në një çadër për shkak të gjuhës fyese të përdorur gjatë debateve. Iliri do të jetojë në këtë çadër. Agai paralajmëroi se çdo shkelje tjetër deri në finale mund të sjellë pasoja të menjëhershme. Me finale tashmë të shpallur, Ferma VIP 3 hyn në javët më vendimtare. Aty ku aleancat, debatet dhe emocionet pritet të jenë më të forta se kurrë. Ndaj, ju mund të vazhdoni të ndiqni live 24 orë në 7 ditë të javës, si dhe në përmbledhjen ditore në orën 17 vetëm në ekranin e Vision Plus. Kalofshi bukur, natën e mirë.